edhe hyrjen që bëra për trurin modern, për trurin e njeriut modern që është i keq ushqyer, madje mund thuash i ndotur me kaq shumë rrjete sociale, me kaq shumë probleme, me kaq shumë halla apo ngarkesa të cilën ne i marrim mbase pa e kuptuar. Të gjitha këto shkaktojnë sigurisht një sëmundje të tij, sëmundje të shëndetit mendor, sëmundje të shëndetit emocional, që ne pastaj brapojmë që ta kurojmë me ilaçe, pra duke bërë një tjetër gabim. Po. Nga unë çfarë kërkoni? Më thoni pyetjen konkrete tani. Unë doja të dija se si mundet që ta kurojmë pikërisht trurin, por edhe shëndetin ton emocional, edhe shëndetin ton shpirtëror, por sigurisht pa ju drejtuar ilaçeve, të cilat unë i shoh si një tjetër problem. Por kjo nëpërmjet ushqimit, nëpërmjet ushtrimeve, pra gjithçka të mirë që mund t'i bëjmë vetes tonë, që mund t'i bëjmë trupit edhe shëndetit tonë. Qartë, e kuptova. Atëherë në radh parë ne duhet të dimë që truri ynë është një sistem i gjithë kanalizimeve ose ka një sistem të kanalizimeve që quhet sistemi glifatik. Ky sistem është një sistemi kryesor detoksifikues në trupin tonë, në trurin tonë dhe kryesisht ndodh kur ne jemi duke fjetur apo në gjumin e thellë. Ku gjithë qelizat e trurit fillojnë të kuren me rreth 60%, atëherë kjo hap një rrugën për shpërndarjen ose më saktë të themi shpërlarjen e toksinave që ndodhin në trurin tonë. Në rast se këto do grumbullohen dhe nuk do pastrohen, atëherë do filloj pikërisht problemet e sëmundjeve, qoftë nga sëmundjet e Alzheimerit, të demencës, problemet e depresionit, problemet duke rritur më tepër edhe barierën ose funksionimin e nervit vagus nëpërmjet trurit dhe zorës, kështu që në këtë rast truri që është kryesori do sjellë viktimën edhe në zorë. Dhe kjo pastaj do fillojë një proces gradual duke na sjellë një problem të madh, sepse ne dimë që 90% e gjithë serotoninës tonë prodhohet në zorë. Në momentin që pastaj kjo serotoninë nuk do prodhohet në zorë, ndodhi nga arsye që kemi një inflamacion. Dhe patjetër që ky nivel i citokinave inflamatore do kalojë në tru. Duke kaluar në tru, do sjellë lodhje, do sjellë ankth, do sjellë depresion, do sjellë një mungesë të fokusimit, do sjellë një mjergull mendore. Prandaj duhet të kuptojmë që të gjithë elementët që ti përmende edhe në fillim fare kanë të bëjnë me mbingarkesën e sistemit tonë nervor në këto kohë në cilët ne jetojmë. Dhe patjetër baza kryesore e kësaj do të jetë pastrimi dhe detoksifikimi që ne duhet t'i bëjmë trurit nëpërmjet sistemit glifatik. Kjo është baza kryesore që mund të themi për këtë që po më pyes. Dhe sigurisht që njerëzit nuk arrin apo jo ta kuptojnë të keqen që po e bëjnë vetes, duke vazhduar duke mbajtur këtë ritëm jete shumë të nxituar, ritëm të përshpejtuar, të kushtuar mbase siç thash punës, rrjeteve sociale, celularit, keq ushqyerje, se me radhë pastaj këtu mos harrojmë edhe pjesën tjetër, edhe vetmin apo jo, edhe largimin nga shoqëria, nga jeta sociale, jashtë ambientit të punës. Përkundrazi, ne e kemi mbyllur dhe e kemi izoluar vetëm përpara një celulari apo ekrani, apo jo? Është e vërtet. Gjithë lartësia që ne kemi, nuk është vetëm kjo i problemi, por ne kemi një deformim, jeta moderne na ka deformuar. Nuk është vetëm problemi i vetmisë, këtu është problemi i lidhjes me natyrën. Këtu është problemi i ndarjes nga natyra. Problemi tjetër është ushqimi i cili sot pothuajse nuk ka vlera, ose ato vlera që ka, ne po e marrim ushqimin si një element kalorik, si një element energjik. Dhe nuk e shikojmë ushqimin që të marrim vlerat dhe bazat kryesore të ky ushqim. Dhe në këtë rast ne kemi kthyer të gjithë sistemin tonë, pra edhe sistemin e trupit, sepse edhe truri është i lidhur me trupin, nuk është thjesht një proces biologjik i gjithë kjo që ju thatë, por është një akt ndërgjegje. Dhe ky akt ndërgjegje duhet të na kuptojë që ne na mban gjallë. Ky akt ndërgjegje duke filluar që nga niveli i gjumit, që nga mbajtja ushqimit, apo i një diete të balancuar dhe ushqimeve natyrore, që nga dalja në natyrë, që nga shoqëria apo nga momenti